Fustani që u qep nga e gjithë bota. Red Dress Project është një fustan as pak i zakont. 14 vite punë, 380 persona që e kanë qepur nga 51 vende të botës dhe gati 1 miliard e gjysmë qepje me dorë. Fustani është prej mëndafshit të kuq dhe pritet që këtë vit të futet në librin e rekordeve Guinness, si projekti më i madh bashkëpunues i qepur në botë. Ideja lindi nga artistja britanike Christy McLeod. Ajo nuk e pa këtë fustan si veshje, por si një pikturë globale, një vend ku njerëzit nga e gjithë bota të tregojnë historinë e tyre, jo me zë, por me fije. Ka refugjat nga Palestina, Siria dhe Ukraina, gra që kërkojnë azil në Britaninë e Madhe, nga Irani, Iraku, Kina, Nigeria, si edhe të mbijetuar të luftrave në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Ruand. Sipas artistes McLeod, për shumë prej këtyre njerëzve, qëndrueshmëria nuk ishte thjesht art, por një akt shërimi. Sot Red Dress Project është ekspozuar në galeri dhe muze të mëdhenj në mbar botën.